Afera inceneratorit të Tiranës, një nga çështjet më të mëdha të korrupsionit të dyshuar në vend, përfundoi me dënime të lehta dhe një sër lirimesh nga gjykata e posaçme. Nga 12 të pandeurit, 7 u shpallën fajtor për shpërdorim të tyre, por dënimet ishin aq të ulta sa u konsideruan të përmbushura nga koha e qëndrimit në paraburgim. Ish ministri i mjedisit Lefter Koka u dënua me 3 vite burg, të reduktuara në 2 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Gjykata urdhëroi lirimin e tij për këtë çështje, por ai mbetet në burg për 2 dënime të tjera lidhur me inceneratorin e Elbasanit dhe të Fierit. Të pandeurit e tjerë Bledar Karoli, Erion Murataj, Taulan Tusha, Namik Simigjiu dhe Valbona Ballgjini morën të njëjtin dënim si Koka. Sidita Kopliku u dënua me 80 orë punë në interes publik, ndërsa Jetmir Llapaj u shpalli pafajshëm. Edhe ish deputeti socialist Alqi Bllako, i gjykuar veshmas për këtë aferë, u dënua 2 vite e 8 muaj burg. Inceneratori Tiranës nuk u ndërtua kurrë, por miliona euro nga fondet publike u transferuan përmes kontratës koncesionare të kompanisë Integretit Energji BV SPV, e cila u sekuestrua në vitin 2023 nga SPAK. Sipas hetimeve, kompania përfitoi në mënyrë të paligjshme tenderin, duke qenë në dieni të rrethanave konkurruese dhe mendimin e zyrtarëve publik për përgatitjen e ofertës. Pavarësisht kësaj, prokuroria kërkoi dënime të lehta, të cilat gjykata i zbuti edhe më shumë, duke mbyllur kështu me zhurmë të ulët një nga aferat më të mëdha financiare të viteve të fundit.